Qeveria e Kosovës i ka kërkuar më shumë kohë Bashkimit Evropian për t'i përmbushur 2 nga 8 kriteret e mbetura për liberalizimin e vizave. Zëvendës ministri i integrimeve evropiane Ramadan Ilazi thotë se zhvendosja e gjykatës kushtetuese në Pallatin e Drejtësisë për t'i liruar objektin Avokatit të Popullit dhe ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi kërkon më shumë kohë. Megjithatë, Ilazi është i bindur se Kosova i ka adresuar të gjitha kriteret e vendosura nga Bashkimi Evropian. Madje Ilazi është i bindur se Komisioni Evropian shumë shpejt do të japë rekomandimin për liberalizimin e vizave. Ne kemi thënë që mbi bazën e kësaj dinamike është pritje reale që pjesa e dytë e vitit 2016 të jetë kohë kur qytetarët e Republikës së Kosovës do të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. A do të jetë ky fillimi i pjesës së dytë të vitit 2016 apo ndonjë muaj tjetër, kjo nuk është një çështje që ne përcaktojmë ne. Nëse ne do të na pyetnin për këtë çështje, ne kemi thënë që Komisioni Evropian veç është i vunuar me qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë drejtim. Ilazi thotë se Kosova është e gatshme të presë Komisionerin Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, i cili vetë kishte deklaruar se do të vizitojë Kosovën në fillim të këtij viti për të parë nëse janë përmbushur të gjitha kriteret e mbetura. E nga ana tjetër, profesori i integrimeve evropiane Avni Mazreku thotë se kohëve të fundit Qeveria e Kosovës e ka marrë me më seriozitet çështjen e liberalizimit të vizave dhe në bazë të kësaj dinamike, Mazreku është optimist se liberalizimi do të ndodhë shumë shpejt. Unë besoj sikur gjithçka të shkojë në rregull, sikur Kosova të mos rrezikohet nga një eskalim eventual politik që mund ta destabilizojë me tutje Kosovën, sikur klasa politike të ndërgjithësohen më në fund dhe ky deficit politik të komplementohet. Dua të besoj që qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lirisht në gjysmën e dytë të vitit 2016. Një javë më parë, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku ka dorëzuar inputin final lidhur me 8 kriteret e mbetura. Tani qeveria e Kosovës është në pritje të rekomandimit pozitiv për çështjen e liberalizimit të vizave.